Në një kohë kur Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë ndryshimet në praninë e tyre ushtarake në Europë, Kosova ndodhet përballë pikpyetjeve mbi të ardhmen e trupave amerikane të dislokuara në kuadër të KFOR-it. Për më shumë se 25 vjet, ky mision i udhëhequr nga NATO ka garantuar stabilitetin dhe sigurinë në rajon. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes ka konfirmuar për Radion Europa e Lirë se aktualisht nuk ka ndonjë ndryshim në pozicionimin e forcave të tyre në Kosovë. Megjithatë, ish zyrtar të NATO-s paralajmërojnë se me ndryshimet në prioritetet globale, tensionet e vazhdueshme në Ballkan, Kosova duhet të përgatitet për çdo skenar. Jamie Shea, ish zyrtar i lartë i NATO-s, ka deklaruar se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, është një lider me qasje transicionale dhe mund të kërkojë koncesione nga Kosova në këmbim të mbajtjes së trupave amerikane në vend. Jeni të përgatitur, thekson ai. Ndërkohë, ish komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Kadri Kastrati, ka vlerësuar se aktualisht vendi nuk ka kapacitet të mjaftueshëm për të siguruar mbrojtjen e tij pa ndihmën e partnerëve ndërkombëtar. Misioni i KFOR-it nisi në qershor të vitit 1999 pas nënshkrimit të marrëveshjes së Kumanovës, e cila çoi në tërheqjen e forcave serbe nga Kosova. Fillimisht përbëhej nga 50.000 trupa, ndërsa sot numri i tyre është zvogëluar në rreth 4.600. Në lidhje me këtë çështje, NATO ka deklaruar se SBA-ja mbetet e angazhuar ndaj aleancës dhe pranisë së saj në Europë, por ende mbetet e paqartë se si mund të ndikojnë zhvillimet e ardhshme në misionin e KFOR-it në Kosovë.